Me Bledian Kokën jam në studio për të ndalur më gjërësisht tek këto deklarata, por edhe të tjera të kryeministit Rama sot. Përshëndetje, mirë se vjen Bledi, kënaqësi. Do të ndalemi në mënyrë shumë koncize, sigurisht dhe tek ka diçka për të komentuar dhe për zhvillimet e sotme. Për shembull, po e nis nga kjo madje. Ka një shpjegim pse kryeministri Rama e ka humbur një nga ato shanse që ai do t'i donte në çdo moment, po sidomos në një moment si ky për shkuar në Bruksel dhe për të tërhequr vëmendjen, siç ai e ka shfrytzuar herë të tjera, se precedente kemi pasur. Ka informacione deri tani apo? Po konstatimi më drejt e ka bërë vetë gazetari kur thotë që me sa duket për shkak të një çështje politike të nxehtë që ekziston vendi. Pra, ajo që po ndodh aktualisht në Shqipëri me zëvendës kryeministrin e Shqipërisë në akuzë tashmë për favorizim në tendera, është një lajm që nuk ka ngelur vetëm brenda Shqipërisë, por ka kaluar dhe kufit. Dhe në fakt justifikimi i zotit Rama në raport me të kur i thotë që unë nuk udhtova dot për shkak të një problemi me avionët, pra Edi Rama që ka një charter personal, ka një problem me avionin, kjo është, si më thonë, kjo është një gënjeshtër që mund t'ua thotë atyre, por ne që e dim se se çfarë saltanetesh ka në dispozicion kryeministri për të thotuar dhe nëse dhe aq më tepër për një forum jo pak të rëndësishëm, ai që do të merrte pjesë. Ai të mos shkojë atje tregon realisht që situata ose thjesht konfirmon më tepër që ajo që po ndodh, që edhe pse nuk duket shumë, por tensioni është në ajër, është vërtet e nxehtë, pra është një patate e nxehtë edhe për duart e Edi Ramës. Ka shumë për folë në fakt për çështjen që lidhet me qeverim, po unë dua të ndalem sidomos tek ajo çfarë gjithashtu ka tërhequr vëmendjen sot në reagimin e parë që ka bërë zoti Rama lidhur me çështjen Velia, vendimin e gjykatës kushtetuese, në një pikë caktuar, se sigurisht që e ka shfrytzuar këtë moment për thënë që ja e shihni që gjykatat nuk janë të gjitha në drejtimin tim, ose nuk e kam unë pushtetin mbi gjitha gjykata, po nga ana tjetër, çfarë bëri Rama sot? A ishte ajo mënyrë se si ajo u shpreh për lirimin e Veliajt, një lloj presioni ndaj drejtësisë, po kërkon Rama lirimin e Veliajt? Shiko, ta nisim mirë nga ajo që duket dhe nga ajo që mbetet, le ta quajmë kështu. Në fund fare, vendimi i gjykatës kushtetuese një vendim, po e themi kështu, logjik. Pra një vendim i ndryshëm nga ai që u mor, do të ishte një dramë e madhe, jo për shkak, jo se tregon kapjen e institucioneve. Unë nuk kam dyshime që edhe gjykata kushtetuese është e kapur, siç është e kapur dhe SPAKU dhe institucionet e drejtësisë, për shkak presionit që ushtron zoti Rama si autokrat i këtij vendi. Por problemi ishte që vendimet të kësaj natyre, edhe kur bën nga autokratët, janë vendime që lënë shenjë ose krijojnë precedente të rrezikshëm. Dhe minimalisht, ne sot mund të themi që precedenti nuk u krijua dhe ishte po si ishte favorizimi, ishte po si ishte presioni i zotit Rama. Kjo është një çështje që diskutojmë nga ky moment në vazhdim, por të njohim atë që ka ndodhur. Dhe ajo që ka ndodhur dje është rrëzimi i një precedenti të rrezikshëm, ose mundësia e vendosjes një precedent të rrezikshëm që realisht do i godiste të gjithë. Unë mendoj që vendimi i dieshëm duhet të lexuar me kujdes. Vendimi i dieshëm nuk është një vendim për pafajësinë e Erion Veliajt në raport me akuzat që kanë ngritur struktura e posaçme antikorrupsion. Por është një vendim pafajësie në raport me kërkesën që ai bëri për mënyrën se si u shkarkua ose u bën procedurat e shkarkimit të tij sekretari